Para se të nisesh, udhëtimi fillon në garazh. Ka diçka magjike në udhëtimet në vetur. Ndjesia e lirisë, era që futet nga dritarja dhe rrugët që të çojnë drejt aventurës. Por para çdo peizazhi mahnetës dhe çdo destinacioni të ri, shihet një kapitull i domosdoshëm. Kontrolli i veturës përpara nisjes. Ky reportazh na shpije pas kuintave të çdo udhëtimi të sigurt. Në kohën kur gjithçka matet me shpejtësi, shumë shofer harrojnë se veturat kërkojnë për kujdesje para çdo sfide. Një gomë e papërshtatshme, një nivel i ulët vaj apo një sistem frenimi i pakontrolluar mjaftojnë për ta kthyer një udhëtim të ëndrave në një rrezik real. Në këtë rrugtim informues do të zbulojmë kontrollet bazë që çdo shofer duhet t'i bëjë para se të nisë motori. Si dhe pse këto hapa janë thelbësor jo vetëm për siguri, por edhe për jetëgjatësinë e veturës dhe qetësinë tuaj gjatë udhëtimit. Përshëndetje, mirë se vini në autoservisin Toyota Kosova. Cilat janë kontrollat e para që duhet t'i bëni tek autoservisi juaj? Para se mu nisni udhëtim, atëherë do të shikohet vetura a është kryer servisimi me rregull, edhe të shikohet kontrollimi i nivelit vajit. Po kjo është një mënyrë shumë e thjeshtë, atëherë kontrollojna në këtë mënyrë. Cile kjo vetur është në kushte normale. Minimumi ku nuk guxon këtë vetura vaj më pak se te kjo pika këtu, ose më shumë se te kjo pika nalt. Atëherë nëse ka vetura më shumë vaj se që duhet, atëherë mund të ketë probleme shumë më të mëdha, mund të ketë rrjedhje jashtë anormales, jashtë motorit, mund të ketë dëmtime të mbrëmshme, edhe shumë sene tjera që nuk mund të parashikojna në këtë mënyrë. Hapi dytë të një vetur para udhëtimit është mirë të kontrollohet edhe bateria ose akumulatori. Te ne në servisin tonë tek Toyota Kosova, bateria matet në mënyrë kompjuterike. Tash i ndihshme hapat e tesh. Pas matjes baterisë, atëherë nxjerrni rezultatin e baterisë. Kështu që sipas rezultatit, gjithçka është në rregull, sa i përket punës baterisë, vetura mund të vazhdoj rrugë sigurt. Njëna ndër pikat më kryesore që duhet të kontrollohet e një vetur është gomat. Duhet të kontrollohet shtypja e gomave, thellësia apo ndonjë dëmtim fizik. Te kontrolla e radhës të një vetur është sistemi i frenimit. Çka do të kemi parasysh kontrollohet sistemi i frenimit, janë 3 pika kryesore. Displakat, diskat, langu i frenimit. Edhe sistemi komplet i përveç kontrollet frenimit, atëherë është mirë te një vetur të kontrollohet edhe sistemi amortizimit dhe sistemi përcjellës i veturës. Atëherë mund të kontrollojmë për ndonjë rrjedhje apo ndonjë dëmtim fizik, ndonjë gomine apo diçka tjetër në sistemin e trapit. Pasi që jemi në stilin e verës, atëherë është e domosdoshme të kontrollohet vetura për sistemin e klimatizimit, sistemin e ftohjes veturës, për shembull lëngjet, pompa e ujit, radiatorit, mos ka ndonjë rrjedhje apo ndonjë sen që të bëhet udhëtimi më i sigurt dhe më i mirë. Kontrolli i radhës që është e domosdoshme te një vetur është sistemi i ndriçimit. Atëherë para çdo udhëtimi do të kontrollohet
sistemi sinjalizimit, lampave, apo edhe në lampave rezervë që do të jetë në bagazhin e çdo klienti. Një kontroll paraprak i automjetit nuk kërkon shumë kohë, por mund të jetë diferencë mes një udhëtimi të qetë dhe një avanture jo stresuese. Kujdesi për detajet teknike të makinës është kujdes për sigurinë tuaj.